Fëmijët të rritur që lëvizin nëpër rrugët e qytetit me duar të shtrira duke kërkuar mëshirë nga kalimtarët e rastit është një dukuri që në kontinuitet e shoqëron qytetin e Gostivarit dhe jo vetëm. E numri i tyre është shumë fishuar gjatë muajit të Ramazanit. Ju lutem, ta blej një bukë është kërkesa që e përsërisim para çdo kalimtari dhe pritshmëria e tyre nuk përfundon këtu. Vazhdojnë e ecin nga prapa duke të uruar me fjalët më të mira nëse do t'i ndihmosh me ca denar. Gostivarasit i njohin lypësit e këtij vendi dhe nuk ngurojnë t'u ndihmojnë e t'i përfshinë në të gjitha aksionet humanitare që zhvillohen në këtë qytet. Por kohëve të fundit vërehet numër ndjeshëm i madh i lypësve që vinë nga qytetet të tjera. Kjo i ka bërë organet kompetente që t'i shpeshtojnë aksionet kontrolluese që në fokus kanë pikërisht lypësit. Lidhur me dukurinë e shtimit të numrit të lypësve, sektori për punë të brendshme dhe TOV edhe një herë apelon dhe rikujton se lypja si fenomen shoqërisht i devijuar dhe antisocial është në kundërshtim me ligjin për kundërvajtje kundër qetësisë dhe rendit publik dhe se për të njëjtën ligji parasheh gjoba. Nga ana tjetër, prindërit ose personat e tjerë që përfshin fëmijët drejt për drejt në lypje ose i lën pas dore, do të përballen me përgjegjësi penale dhe burgim në afat të caktuar.